Maqedonia po forcon linjat e transmetimit të energjisë elektrike dhe të gazit në kontekst të zhvillimit të inteligjencës artificiale. Po ndërtohet një interkonektor gazi me Greqinë dhe po fillojmë ndërtimin e një lidhjeje gazi që do ta lidh vendin ton me Serbinë, deklaroi sot kryeministri Hristijan Mickoski gjatë panelit në Davosit, në lidhje me inteligjencën artificiale dhe nevojën për qendra gazi. Mickoski njoftoi se për qendrat e të dhënave nevojitet një furnizim i qëndrueshëm me energji elektrike, ku dikush duhet të sigurojë një prodhim të qëndrueshëm dhe të sigurt të energjisë elektrike për qendrat e të dhënave, në mënyrë që ato të kenë performancë të mirë, madje të shkëlqyer të inteligjencës artificiale. Në këtë drejtim, tha ai, po ndërtojnë një interkonektor gazi me Greqinë dhe po fillojnë ndërtimin e një lidhjeje gazi që do ta lidh vendin me Serbinë. Do të arrisim kapacitetin e gazit e deri në 8 miliardë metra kubë në vit. Deri më tani konsumojmë rreth gjysmë miliardi metra kubë në vit, që do të thotë se do të mundësohet ndërtimi i mijëra megavatave kapacitet të instaluar të centraleve me gaz për të furnizuar me energji elektrike qendra të reja të të dhënave. Ky është një shtyllë e një modeli dhe ne si qeveri e marrim përsipër të gjithë rrezikun institucional. Kjo është diçka që mund t'u afrojmë investitorëve si nxitje. Ai më tej shtoi se aktualisht po zhvillohen 3 projekte të rëndësishme për prodhimin e energjisë elektrike nga hidrocentralet me vlerë 2 miliard euro. Këto projekte janë shumë të rëndësishme për ne, jo vetëm për prodhimin e energjisë elektrike, por këto 3 projekte janë edhe strategjikisht të rëndësishme dhe jo vetëm për ne, por për të gjithë rajonin. Kryeministri theksoi se bëhet fjalë për 3 diga të mëdha që do të krijojnë 3 rezervuar të mëdhenj me ujë shumë të pastër, të pijshëm dhe duke pasur parasysh ndryshimet klimatike. Ai mendon se rajoni do të ketë nevojë për këto rezerva ujë të pijshëm, për ujë të pastërt për pije.